Përshëndetje, mirë se vini në një episod tjetër këtu në podcastin e Shkollës së Jetës. Jam përsëri me ju, Elona Lëbari këtu nga Cafe Lounge, live nga Cafe Lounge në Brooklyn, New York. Duke folur për një temë interesante, një temë që mbase nuk diskutohet shumë, por përkimet shkenca evolon. Ne po kuptojmë më shumë rreth energjisë si njerëz që jetojmë në këtë planet Tokë dhe në fakt nga eksperiencat e mia, çfarë unë dua të ndaj janë plotësisht mendimet dhe eksperiencat e mia personale. Kështu që çdo njeri patjetër mund të mbajë besimet e tyre në jetë, por çfarë unë kam kuptuar që ne në fakt jemi në një matrix. Jemi në një matrix ku gjërat rreth nesh janë një iluzion dhe ne jemi qenie shpirtërore me një trup që po jetojmë në këtë matrix dhe në tokë. Si që shpjegova më parë, shkenca evolon çdo ditë dhe po kupton në fakt që mënyrën se si ne jemi rritur nga sisteme shoqërore, pjesa më e madhe e këtyre sistemeve kanë qenë të sigurta që të na mbanin të kontrolluar, të programuar për qëllimet e tyre më të mëdha dhe qëllimet zakonisht kanë qenë gjithmonë përpara edhe fuqi, sepse egoja njerëzore për këtë lufton në gjitha, le të themi, brezat edhe kohrat. Tani që shumë njerëz po rizgjohen në zgjimet e tyre shpirtërore, duke fshirë dhe veten time, e sheh shumë qartë se si shumë gjëra që ne kemi besuar të jenë vërteta janë falso, janë të pavërteta. Çfarë ndodh kur dikush zgjohet shpirtërisht është që mund ta shikoj shumë qartë, mund ta nhas, mund ta dëgjoj, mund ta shoh shumë qartë diferencën midis falsitetit dhe vërtetësisë. Kjo më ka ndodhur mua personalisht dhe jam gjithmonë në këtë, le të themi, busullën ose dyzimin midis çfarë është e vërtetë dhe çfarë është diçka që unë nuk e besoj. Diçka që ne kemi gjithë si njerëz, kam folur shpeshherë për këtë, është intuita, sepse jemi njerëz, siç thash, jemi shpirtra e para, pastaj kemi trupin fizik, sepse shpirti jon patjetër do jetojë në një trup fizik nëse do të vim të riinkarnohemi në tokë. Kështu që duke marrë bazë këtë gjë, atëherë për shumë nga ne kjo mund të jetë një lajm i mirë ose një lajm i keq, sepse unë mendoj që sistemet e vjetra të shoqërisë do bien dhe po bien dhe toka do rritet në një dimension tjetër dhe në mënyrë që kjo të bëhet, patjetër dhe ne jemi të gjithë drita me njëri tjetrin dhe energjia jonë bashkohet me njëri tjetrin dhe patjetër mund të rikalibrohet në një dimension tjetër. Kjo do të thotë që, siç thash, shumë gjëra që për shembull duke përfshirë veten time që më janë dukur gjëra kaq të rëndësishme siç është arritja në jetë, të arrish në biznes, të arrish në karrierë, të arrish këtë, të arrish shkollën, të arrish çdo gjë që shoqëria na ka le të themi ushqyer. Tek pjesa e mënyrës se si ne jemi mësuar të arrijmë këto arritje ose rezultate është gjithmonë nga jashtë. Ne zakonisht nëse kemi rezultate negative nga jashtë ose gjëra që ne duam të arrijmë, por nuk i kemi këto në jetën tonë, zakonisht këtu fillojnë ato ndjenjë negative, stresi, ankthi, pasiguria, zhgënjimi që janë pjesë, le të themi, eksperiencës tonë njerëzore. Por në fakt, duke kuptuar më shumë rreth këtyre fushave, ekziston një mënyrë tjetër se si ne, le të themi, në rrugtimin ton i kemi zgjedhur gjërat, le të themi, sfidat që ne do kalojmë në mënyrë që ne të marrim mësimet e duhura. Funksionon një ekuacion tjetër që në fakt është e kundërta asaj që ne mendojmë, që do të thotë që e para ne ndjejmë diçka, pastaj e mendojmë, pastaj ndodh në realitet. Siç thash, kjo është komplet e kundërta nga çfarë ne kemi mësuar, që marrim rezultatet nga rrethanat e jashtme, që ne zakonisht nuk i kemi në dorë, dhe pastaj ato na shkaktojnë ndjenjat dhe na shkaktojnë edhe mënyrën se si ne mendojmë, ose le të themi besimet limituese ose limitet, kufit që ne i vëmë vetes tonë. Do të ndaj dhe me ju diçka tjetër që mbase, siç thash, për shumë mund të jenë shumë koncepte të, le të themi, të çmendura, por duke studiuar dhe futur në fushat që unë operoj, kam kuptuar që ne kemi shumë jetë. Kjo është një nga jetët tona që ne zgjedhim të vim këtu në tokë. Ne kemi paracaktuar, le të themi, kontratat me njerëzit e shpirtit që ne do na asidojnë, njerëzit që do na ndihmojnë në jetë, njerëz që do jenë pjesë e rrugtimit tonë dhe për çfarë arsye.
Dhe ne kemi ardhur këtu patjetër paraprakisht me vizione dhe idetë në fushat të ndryshme të jetës dhe gjithë qëllimi i madh i jetës është që të rrisim vetëdijshmërinë. Sepse nëse rrisim vetëdijshmërinë, mund të shohim më qartë dhe mund të shohim të dritat ose dritën e rrugës që ne kemi zgjedhur. Në fakt edhe populli jonë shqiptar ka thënë shumë herë që ne kemi fatin e caktuar, por patjetër nuk ka ditur më shumë se kaq, por siç thash ne kemi zgjedhur sfidat që të kalojmë në jetë, suksesi që do të kemi, misionin e jetës, kemi ardhur këtu patjetër për një mision, sepse ndryshe do të kishte kuptim që të rikarnohemi në këtë trup që jemi, dhe të kemi sfidat që kemi, të takojmë me njerëzit që takohemi, ose të kemi dhe synimet, ose talentet dhe hobet dhe pasionet që kemi. Prandaj vërtetësia është shumë e rëndësishme dhe le të themi veçantia e gjithë secilit, sepse ne jemi kaq të veçantë, sa i kemi zgjedhur vetë këto gjëra përpara dhe arsyeja pse dikush të riqet e diçka ka të bëjë me zgjedhjet që ne paraprakisht kemi bërë, por ne nuk mbajmë mend gjë. Nga memoria është qëllimisht e fshirë derisa ti rrit vetëdijshmërinë në mënyrë që të fillosh të kujtosh. Dhe këtu fillon ajo, le të themi, rrugtimi rreth alignment ose përputhjes midis jetës tonë dhe shpirtit tonë, ose çfarë shpirti jon ka zgjedhur për të rrugtuar në këtë jetë në tokë, në këtë jetë që ne po shfaqemi, le të themi. Janë koncepte goxha interesante, por dhe e kuptoj shumë mirë se shumë njerëz mund të mendojnë që janë edhe koncepte abstrakte, sepse kam menduar vetë kështu, por kur ti zgjohesh që me gjëra fjala unë po shkruaj librin tim Zgjimi, ku dokumentoj shumë nga eksperiencat e mia të zgjimit shpirtëror dhe më tej se si kam arritur ku kam arritur dhe çfarë kam mësuar gjatë rrugtimit tim. Ekzistoka dhe jemi në këtë dimension dhe shumë njerëz qoftë me dëshirë, qoftë pa vullnet, janë duke u zgjuar, janë duke kërkuar më shumë nga jeta dhe janë duke kuptuar që gjërat që ne mendonim që kanë qenë kaq rëndësishme, kanë qenë thjesht mjegulla që na kemi pasur përpara syve në mënyrë të me vetëdijshmërinë e ulët që ne kemi, me dimensionin e ulët e energjisë, që ne s'kemi parë më tej dhe kemi ndjekur, le të themi, robotisht jetën e të tjerëve, ato që na kanë thënë të tjerët, por tani që le të themi kjo vello po hiqet nga sytë tanë, shumë njerëz po fillojnë të shohin. Dhe unë do ta lidh në fund këtë me një nga gjërat që unë mendoj si kulturë kemi më shumë oportunitet për ta përmirësuar, që nëse besoni ndonjë nga këto koncepte që unë ndava me ju, atëherë nuk duhet të ekzistojë xhelozia dhe zilia midis njëri tjetrit. Sepse siç thash, të gjithë kemi një rrugtim kaq unik dhe të veçantë, dhe synimet, ëndrat, dëshirat që ne duam i kemi zgjedhur paraprakisht, dhe puna jonë është gjithmonë që të ecim në rrugën tonë dhe të rrisim vetëdijshmërinë në mënyrë që ne t'i arrijm ato, nuk ka të bëjë me një dikë tjetër në jetën tonë. Nëse njerëzit kanë ardhur dhe do ikin, që do ndodh gjithmonë, është sepse, siç thash, janë bashkëpunëtar për copsa të vogla të rrugës ose copsa të mëdha, se mund të kemi dhe shpirtra binjak që takojmë gjatë rrugës, në mënyrë që të ecim më gjatë ose të kemi ato mësime të ndryshme me gjithë secilin. Kështu që s'ka sens më, le të themi, me këto informacione që po kuptojmë, që të krahasojmë me njëri tjetrin, të ulim njëri tjetrin, të xhelozojmë njëri tjetrin, të smirojmë njëri tjetrin, se gjitha këto janë, le të themi, frekuenca shumë të ulta dhe vetëdijshmëri shumë e ulët tek gjithë secili, dhe fundja vuan veti pari, se ndryshe nuk i bën gjë dikujt tjetër. Kështu që shpresoj që këto konceptet, le të themi, të na bëjnë mënyrën se si mendojmë ndryshe, por edhe të na bashkojnë më shumë si komunitet edhe si, le të themi, kom shqiptar, sepse shqiptarët vërtet duhet që të bashkohen, ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe ka ardhur koha për ta ndruar këtë, por mbase me informacionet që kemi tani, kjo mund të ndodhë. Shpresoj që po. Libri im Zgjimi del së shpejti, jam në procesin e, le të themi, editimit dhe mbledhjes së librit, le të themi, me gjitha ato copsat që duhet që një produkt të dalë i mirë.
Dhe shpresoj të jetë së shpejti ta ndaj lajmin me ju në mënyrë që ta merrni, ta lexoni dhe hopefully ose shpresoj që me çdo lexim ose me çdo informacion të rritet vetëdijshmëria juaj, sepse kjo ndodh. Hapet një dritë dhe dikush fillon e kujton që për një moment caktuar, mbase është ajo gjëja që donin, ose është ai momenti kritik që janë dhe mund t'i japi një dritë për të ecur përpara. Dhe këto zakonisht ndodhin në rritjen e vetëdijshmërisë, ku njerëzit i quajnë vizione, i quajnë intuit, i quajnë shumë gjëra të ndryshme, por në fund të ditës themeli është vetëdijshmëria. Kur rritet ajo, çdo gjë tjetër syt hapen dhe njeriu mund të shohë përtej të themi dhe fasadave dhe gjërave të pavërteta dhe unë them e rëndësishme mund të jetë mos duke harxuar kohën në drejtime të panjohura, ose në drejtime që nuk i shërbejnë shpirtit dhe misionit të tij më të madh. Faleminderit që ndiqni podcastin e Shkollës së Jetës. Mos harroni të bëni subscribe, ta ndani me miqtë tuaj dhe të lini një review. Do shihemi në një episod tjetër. Mirupafshim.